për t'i quajtur ato platform, unë nuk kam se t'i bëj publike idet. Duhet vendosen bashkërisht me bashkëpunëtorët e mi. Zoti Berisha, prej disa ditësh juglindja e vendit është e izoluar, rrugë të cilat janë duke pasur problematika të ndryshme. Në informacionet tuaja çfarë është duke ndodhur? Ajo që po ndodh me të gjithë juglindjen e vendit është dëshmia më flagrante se si korrupsioni mund të godas po thuaj 1/3 apo 1/4 e shqiptarëve. Prej 3 ditësh, e gjithë juglindja e vendit është e dënuar nga një shembje e krijuar absolutisht nga dora kriminale e njeriu të korruptuar. E pabesueshme. Është një shembje e rrugës dhe urës që s'mund të ndodhte kurrë në qoftë se nuk do t'i gryenin lumin dhe mbështetjen e saj në skarpatin në lum. Me pa asnjë model është ndërhyrë në lum dhe është shembura, hekurudha dhe rruga. Shembje që s'kan asnjë lidhje, as me motin, as me mbi pesha, po janë krejtësisht nga dora e njeriut. Dhe, si që keni pa, nuk ka mbetur segment rrugë të ndërtuar nga dyshja Rama Balluku që të mos jetë shembul. Shembet, rruga, Kuç, Fterë, Lumit Vlorës, shembet rruga në një fshat tjetër në Korçë, shemben rrugët në të 4 anë të vendit, sikur t'ishin ndërtuara me kasht dhe jo me strukturat e duhura të ndërtimit. Të gjitha janë veprat korrupsionit. Ajo që është më dramatike, se vetë shembja, është heshtja kriminale e organeve të prokurisë. Asnjë të arrestuar, asnjë të marrë në ndjekje. Të gjitha rrugë pa përjashtim, të shembura. Shembet unaza e Burrelit, shembet rruga e Arbrit, shembje dhe kudo vetëm shembje. Dhe sigur ato i kanë ndërtuar alienët dhe jo kompani të kontraktuara nga qeveria me parat e takspaguesve. Nuk veprohet sepse parat janë ndarë me qeveritarët. Kjo është. Kurse vetë, Edi Rama fluturon në Korçë me 30.000 euro udhëtimin. Ka shkuar me 2 helikopterë. Helikopteri Tiranë-Korçë shpenzon 15.000 euro
udhëtim. 30.000 euro bilete e tij e mëngjesit. U bëj thirrje qytetarëve të Korçës ta gjujnë me domate dhe vezë. Kudo që ta shohin. Vezë dhe domate dhe vezë kërë hajdutit. Ky duhet të jetë qëndrimi i qytetarëve shqiptarë në çdo skajk ndaj çdo qeveritari. Po. Zoti Berisha, një tjetër situatë e nxehtë është duke u zhvilluar thuajse në përditshmëri në Shkodër në Baksëriol. Çfarë e pengon Partinë Demokratike për të mbështetur këta banor? Absolutisht nuk e pengon asgjë dhe Partia Demokratike, Osman, qëndron prapa çdo shqiptari që i cenohet e drejta, që i cenohet prona. Asnjë. Asnjë pengesë nuk ka dhe nuk mund të ketë. Prit, jo, deputet tanë kanë qenë aty. Tani, ne, deputet tanë kanë qenë aty. Jo, do më thënë, deputet tanë kanë qenë aty. Në qoftë se ju mendoni se Partia Demokratike do të jetë pjesë në çdo protestë, kjo besoj se është Partia Demokratike mbështet protestat. Çdo protestë. Çdo protestë të drejtë. Dhe, të mi gjë këtu, kemi ndërtuar më shumë se kushdo në histori dhe më shumë se kur. Dhe nuk kemi patur absolutisht përveç se në një rast asnjë protest nga pronarët për shpronësimin e tokave të tyre. Pse? Sepse nuk kemi bërë asnjë hap pa i dëmë shpërblyer ose pa firmosur me ta marrëveshjen me ta që në këtë kohë do marrin parat, dhe unë jap një shembull, Osman. Rruga e Kombit, me gjerësinë e saj 27 metra dhe plus rezerven, ka bërë shpronësimet më të mëdha. Dhe prit. Dhe ajo është ndërto dizajn. Do më thënë, bëj dizajnin, ndërtoj, pastaj dizajnin, ndërtoj. Në këtë mënyrë, sepse duhet përfundonte. Çfarë bëm ne? Ne krijuam një ekip. Një ekip ekspertësh kompetent. Dhe bashkëngjitëm me dizajnin. Me një qëllim të vetëm. Që aty ku vija për të marrë tokën, negocioj me pronarin, i ofroj shpërblimi, firmosej kontrata me të, dhe nga Rsheni, Gjernë Morin, nuk ka patur asnjë protest, sepse nuk ndërtohej pa pas zgjidhur problemin e pronësisë. Atëherë, çfarë duhet të them me këtë? Përgjegjës kryesor për këtë është qeveria, e cila në asnjë rast nuk duhet firmos asnjë leje pa marrë garanci të plot se është zgjidhur dhe pa bërë check-up pa kontrolluar se është zgjidhur plotësisht problemi me pronarët. Në asnjë rast. Kurse qeveria